Krye Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka deklaruar se gjatë kësaj periudhe zgjedhore platforma e KQZ-s është zgjendur në sulme kibernetike. Ai zbuloi se sulmet kanë ardhur nga jashtvendit dhe një pjesë e tyre kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara. Platformat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Kemi komunikuar me institucionet përkatëse, si ato të sigurisë kibernetike, po dhe ashtu ato që lidhen me ndjekjen ligjore të këtyre rasteve, sa herë që janë evidentuar. Kemi 192 milion kërkesa të themi për ata që janë të IT se kuptojnë të regjistruara në 7 ditë. Kemi patur pikun prej 5700 kërkesa për sekond. Nga të dhënat që kemi, rezultojnë që një pjesë e madhe e këtyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantesh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vendet të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania apo Estonia. Kryekomisioneri dha të dhëna edhe për votën e diasporës dhe hodhi poshtë pretendimet e Partisë Demokratike për shtim apo trafikim të fletëve të votimit, por shtoi se mbetet për të vlerësuar pretendimi për shpërndarjen e votave nga kompania postare DHL. Administrimi i këtij procesi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është model nga çdo pikpamje. Duke thënë këtë, nuk dekurajoj askënd dhe respektoj dhe njoh të drejtën e gjithkujt për ta kontestuar dhe për të prezantuar çfarë është mbështetëse e pretendimeve të tij për çfarë ai mendon subjekti që ky proces nuk është zhvilluar ashtu sikurse do duhet të zhvillohej. Kemi të gjithë dokumentacionin apo elementë të tjerë që konfirmojnë atë çfarë më thash, që ky proces është zhvilluar model. I kemi kërkuar që të na vënë në dispozicion DHL-s dhe sot është data kur ata kanë premtuar që do t'i vendosin në dispozicion Komisioni Qendror të Zgjedhjeve gjithë dokumentacionin i cili besohet, mendohet se tregon se si është bërë operacioni i shpërndarjes së fletëve të votimit të dokumentacionit zgjedhor tek të gjithë zgjedhësit kudo në botë, përfshi këtu edhe Greqinë. Sa i takon procesit të numërimit, Celibashi bëri me dije sa i zgjati plot 8 ditë. Që pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit dhe daljes së rezultatit zgjedhor nuk kanë munguar akuzat për sa i përket procesit në tërësi, ku Partia Demokratike pretendon se ai është manipuluar si brenda vendit ashtu edhe në diasporë.